ai motivimi, më thonë, i brendshëm nuk mund të aktivizohet nëse nuk ka te familja një nxitje, më thonë, për me i bën fëmijët me kuptu se shiko, më thonë, kjo puna e arsimit nuk është diçka që ti mund merre ose lene, por diçka do të thonë shumë e rëndësishme. E tash ndërthuren shumë faktorë, shumë familja edhe rrethi, se ndikimi te fëmijët nuk ndodh vetëm nga familja, tash është ndikimi nga shumë faktorë. E përmirësimi, më thonë, i disa faktorëve mund të çojë deri te një përmirësim. Për shembull, një rol shumë të rëndësishëm mundën me lujt edhe xhamit. Nëpër xhamia, për shembull, duhet shumë me fol për arsimin. Për shembull, nuk është një çështje që duhet me fol vetëm fillim të vitit. Jo, me ndërsu diturinë edhe arsimin, po shumë i kushtu. Do të thonë, një xhamia, pastaj familja, pastaj bashkëpunimi i prindërve, do të thonë, me shkollën.